Në namazin sabah, duke qenë se unë thash paraprakisht që në disa prej angazhimeve apo prej adhurimeve na vështirësohen me shtimin e angazhimeve që kemi dikush në biznesin e me njëra tjetra, por njëkohësisht edhe zvoglimi i natës, nata ngushtohet, dhe sabahu më nuk është në orën 6, por është tashmë në 4 e caktë. Kështu që bëhet në sfidë. Mirë po, një gjë është e sigurt, që aty ku është vështirësia e madhe, po të vëmë re në fenë e Allahut të lartësuar, do të shohim që aty është dhe përgëzimi shumë i madh. Dhe profeti i Zotit Muhamedi alayhis salam thotë në një hadith, thotë që shpërbimi është në bazë edhe të vështirësisë. Allahu i lartësuar shpërblen sipas vështirësisë së veprës dhe të angazhimit. Dhe kjo nuk do të thotë që besimtari ti mësojë vështirësisë. Nuk lejohet kjo gjë. Pa të mësosh gjërave të vështira, të përzgjedhësh gjithmonë më të vështirën. Ndërkohë që profeti alayhis salam e kishte zakon, e kishte traditë që nëse do të ishte përballë dy zgjedhjeve, gjithmonë do të zgjidhte atë më të lehtën, përderisa nuk ishte gjuna. Dhe kjo është qëndrimi i besimtarit. Mi po namazi sabahut realisht është provë dhe është sfidë. Dhe do një punë jashtëzakonisht të madhe derisa robi ta bëj standard. Dhe ne kemi parë me veten tonë, se si edhe jemi në momentet të caktuara, ndoshta edhe secilit prej nesh i bëhet e vështirë. Angazhimi viktor, lodhja, gjumi, pakët, ndoshta edhe natyra e gjumit që ka gjithë secili dikush e ka të rëndë dhe ka të vështirë dhe kështu me radhë. Mirë po, lind pyetja çfarë ka përgëzuar profeti i Zotit Muhamedi alayhis salam në lidhje me namazin e sabahut. Dhe këto përgëzime përfshin atë që e fal namazin e sabahut në kohë dhe në mënyrë më speciale, më të veçantë, atë që e fal namazin e sabahut brenda kohës, në kohë dhe në xhami me xhamat. Në xhami me xhamat. Dhe inshallah Zotit, ne do na shërbej këto pak minuta që do t'i ndajmë, edhe për të na freskuar pak, edhe për të na motivuar akoma më shumë, edhe për të na përgëzuar në lidhje me elhamdullah sepse jam i bindur që të gjithë secili prej nesh e fal namazin e sabahut, mirë po edhe për të bërë një analizë gjithë secili prej nesh që nëse ka mundësi të shtojë diçka, të përmirësojë diçka, të rrisi diçka, duhet ta bëj diçka të tillë, përpara se të mbetemi thjesht në kuadër të dëshirës dhe mos jetë më mundësia. Sepse vjen dhe momente të tilla ku mbetet thjesht ëndra, dëshira, por pritet rruga ose mundësia. Me moshën, me sëmundjen Allahu na ruaj, me angazhimin edhe me kështu me radhë. Me luftën ka njerëz që u kanë shpirti për të shkuar në xhami dhe nuk shkon dot sepse është një gjendje lufte. Dikush i kanë shpirti, i kanë zemra sepse është i sëmur, nuk mundet. Dikush tjetër ka një angazhim të tillë apo ku diun një rrethana të tilla që i kanë jo vetëm syri, por shpirti, zemra dhe nuk mundet. Prandaj edhe këtu merr vlerë thënia e profetit alayhis salam shfrytëzoi 5 gjëra përpara se të vinë, 5 të tjera. Jetën edhe rinjin, dhe kohën e lirë, dhe shëndetin, dhe pasurinë, benefitet që të ka dhënë Allahu i lartësuar përpara se vinë 5 të tjera. Në këtë aspekt secili prej nesh ka çfarë të marrë sot në ndihmën e Allahut të lartësuar. Ka çfarë të përmirësojë që nga unë i pari. Dhe kështu me radhë. Mirë, unë jam i bindur që të gjitha ato që do përmendim ne, ju i keni dëgjuar. Dhe janë hadithe të mirënjohura. Mirë po, duke qenë se isha edhe në rrugë, dhe thash, edhe me thënë drejtën nuk pata edhe shumë kohë që t'i rifreskoja edhe që të gjitha. Thash, sa madhështore jam, sa të mrekullueshme jam, duket sikur i dëgjojmë për herë të parë. Duket si unë në rolin e hoxhës sikur i them dhe sikur përkujtoj për herë të parë. Sa madhështore jam. Dhe aty pasha Zotin e gjithësisë të kuptova se sa pak meditojmë në përgëzimet kuranore apo në përgëzimet e dërguar të Zotit të lartësuar. Ju, unë a them e bindje, nuk e keni dëgjuar ose nuk kemi dëgjuar në hadithin ku profeti alayhis salam thotë beshiril masha'in, përgëzoj ata të cilit i hedhin hapat e tyre, ecin në rrësirën e natës, me dritë të plot në ditën e gjykimit kur takojnë Zotin e gjithësisë. Me dritë të plot, çdo plot dritë të plot në momentin kur do të kaploj totalisht rrësira.
Pra do fiket, do shuhet, dhe nuk do ndryshoj absolutisht asgjë përveç veprës së robit. Çfarë ka buruar prej veprës së robit? Prej adhurimeve të tij, prej devotshmërisë së tij. Çfarë thot profeti alayhis salam? Përgëzoi ata që ecin në errësirën e natës. Kur ecim në errësirën e natës? Në dy namazet, në namazin e sabahut dhe në namazin e yacis. Me çfarë ti përgëzoj? Me dritë të plotë në ditën e gjykimit. Në atë moment, kur do shuhet dhe kur nuk do ndryshoj absolutisht asgjë, përveç kujt? Përveç veprave. Ato vepra peshojnë dhe kanë një masë saktuar drite dhe ndryshimi. Me çfarë drite? Dritë të plotë, thot profeti alayhis salam. Dhe ai është momenti kur do të shohim pastaj dy fytyrshat, hipokritët, ata njerëz Zot na ruaj që وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Allahu i lartësuar i ka përshkruar duke thënë, dhe kjo është e frikshme, sepse Allahu na ruaj nuk është çudi që edhe dikush, edhe prej nesh, të ketë një përqindje të caktuar prej këtij kërcënimi. Ata të cilët kur çojnë për të falur namazin, çojnë me përtesë, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Dhe nuk e përkujtojnë Allahun veç se shumë pak. Që i ka përshkruar Zoti i gjithësisë, hipokritët Zot na ruaj. Në këtë moment kur të shohim dy fytyrsha dhe hipokritët se si besimtarëve do të ndryshojnë prej qenies së tyre, zemër, fytyra, vendet e sejdave, gjymtyrët e sejdave do të shkëlqejnë dhe do të ndryshojnë, do thonë, çfarë do thonë? E para punës se besimtarët vetë do të thonë, Rabbena etmim lana nurana. O Zot na plotëso ne dritën tonë. Dritën na plotëso, pra do shohim se çfarë i shpëton sot, çfarë i ndryshon, do thonë, o Allah, të lutem mos na privon nga kjo mirësi, na shto dhe mos na e largo. Dhe na fal. Në këtë moment, dy fytyrshat, hipokritët, pa besimtarët, do u thonë besimtarëve, unzuruna naqtabis min nurikum, ktheni vështrimin kahnesh në mënyrë që ne të përfitojmë prej dritës tuaj. Ne të përfitojmë prej dritës tuaj. Qila rji'u warakum faltamisu nura, do u thuhet, ktheuni pas dhe gjejeni dritën. Drita gjejnë në dunja, nëpërmjet namazit, agjërimit, ruajtjes prej harameve, për kujtimit të Allahut, të adhurimeve të ndryshme dhe kështu me radhë. Ky është një përgëzim. Kaq madhështor që do thotë ato hapa të cilat hidhen në errësirën e natës, për në shtëpinë e Allahut, për trokitur në shtëpinë e Zotit, dhe për qenë musafiri i Allahut të lartësuar, këto nuk shkojnë kështu pa shpërblim dhe pa i vlerësuar Allahu i lartësuar. E para. Së dyti, dhe kjo është për të gjitha namazet, i përgjithshëm për gjitha namazet. A nuk ka thënë profeti alayhis salam që për çdo hap që hedh besimtari për në shtëpinë e Allahut të lartësuar, sa sevape i shkruajnë? 10 sevape. 10 të mira. Ngritet 10 gradë, i fshihen 10 gjuna për çdo hap. Pra shikoni se sa shumë e paguan Allahu i lartësuar atë hap i cili hidhet, atë konsum që konsumohet për në shtëpinë e Allahut të lartësuar. Së treti, çfarë ka thënë profeti alayhis salam? Ka thënë, ju do ta shikoni Zotin tuaj. Aq qartë, pa siklet, pa u rënduar siç shikoni hënën e plot. Pa siklet dhe kështu qartë. Për këtë arsye, nëse keni mundësi, thot profeti alayhis salam, që të mos neglizhoni namazin përpara lidhjes dhe namazin përpara perëndimit, bëjeni atë gjë. Bëjeni, veprojeni. Pa ju do ta shikoni Zotin tuaj qartë, si shikoni hënën e plot. Dhe nuk keni nevojë që të ngushtoheni, apo nuk do të keni fare siklet dhe pa qartësi. Dhe ne dimë shumë mirë që momenti më kulminant që do të shijojnë besimtarët në botën tjetër në xhenet, është momenti kur do të shohin Allahun lartësuar. Dhe është momenti kur do të dëgjojnë Allahun lartësuar duke thënë, o robrit e mi, a jeni të kënaqur? Mos ka mbetur diçka mangët, mos keni kërkesë shtesë. Do thonë robrit, do thonë besimtarët të shohshin prej tyre, jo, na ke zbardhur fytyrat tona, na ke udhëzuar, na ke ruajtur, na ke mbrojtur, na shpëtove dhe sot, s'kemi se çfarë të kërkojmë. Atëherë Allahu vërtet do thotë un kam diçka shtesë. Dhe kjo shtesë përfshin dy gjëra madhështore. E para do të mundsojë Allahu lartësuar të shohim në qenien e tij, të përsosur madhështore që nuk i jepet robit kënaqësi më e madhe se kjo, dhe e dyta është momenti kur do të dëgjojmë, unë jam i kënaqur me ju sot dhe nuk zemërohem asnjëherë.
jam i kënaqur me ju sot, dhe që në këtë moment nuk zemërohen asnjëherë. Që do thotë në përjetësi do të jetojmë me ndihmën e Allahut në xhenet dhe me një Zot që është i kënaqur me ne, me besimtarët. Prandaj veçojmë nga të 5 namazet, cili namaz? Pa ju do të shikoni Zotin tuaj, nëse do një arsye të fortë, nëse do një shkak madhështor, ta bëj risk dhe të mos privohesh nga shikimi tek Allahu i lartësuar, atëherë dhe ti e ke mundësinë, shikoj se sa kujdesshëm, dhe ti e ke mundësinë, atëherë mos u privo nga namazi para lindjes, që sabau dhe para perëndimit që është qindia. Në lidhje përsëri me këto 2 namaze, çfarë ka thënë profeti alayhis salam? Ka thënë nuk futet në zjarr. Duke sikur dëgjojmë për herë të parë. Nuk futet në zjarr ai muslimani i cili falet para lindjes dhe para perëndimit. Nuk e fut Allahu në zjarr. Atë musliman që falet para lindjes, namazin e sabahut dhe para perëndimit, namazin e iqindis. Gjithashtu në një përgëzim tjetër madhështor, profeti alayhis salam ka thënë kush e fal namazin e sabahut është në mbrojtjen e Allahut. Por kujdes të profeti alayhis salam. Të mos i kërkoj dikujt Allahu i lartësuar të futet në mbrojtjen e tij dhe ai pastaj të mos pranojë. Se Allahu e merr dhe e përmbys në zjarrin e xhenemit. Kush e fal namazin e sabahut, edhe një herë, është në mbrojtjen e Allahut. Që do thotë Allahu këtij njeriu i bën mirësi kaq madhështore, e merr në kujdestarinë dhe në mbrojtjen e tij. Por nga ana tjetër ti nuk mund të shpërfillësh këtë ofertë kaq madhështore të Zotit të gjithësisë. Kujdes se mos që dikë Allahu lartësuar i jep këtë ofertë, këtë mundësi dhe fut në mbrojtjen e tij dhe pastaj ai e merr këtë gjë si diçka të zakonshme. Dhe nuk e vlerëson sepse Allahu lartësuar pastaj e merr dhe e përmbys në zjarrin e xhenemit. Zot na ruaj. Përgëzim tjetër madhështor. Çfarë ka thënë profeti alayhis salam? Kush e fal namazin e yacis me xhamat, është si të ketë falur gjysmën e natës. Si të fal namaz natë gjysmën e natës. Imagjinoj që pas yacis deri në 12 të natës, kur është mesi i natës, e falën alhamdulillah. Na bëri risk Allah e falën yacin me xhamat. Automatikisht kanë urdhër me lajket për të shkruar, pra kanë urdhër nga Allahu të shkruajnë emrat, inshallah Zoti, dhe Allahu na pranon prej nesh, të shkruajnë emrat tanë në regjistrat e atyre që falen gjysmën e natës. Pastaj kush e fal namazin e sabahut në xhamat, pra në xhami, shkruan prej Allahut, pra shkruan jep urdhër Allahu rasoj që me lajket të shkruajnë sikur kanë falur gjithë natën. Shkruan gjithë natën. Pra që do thotë, nëse një besimtar, një musliman ka vendosur si standard, unë namazin e yacis do ta fal me xhamat. Namazin e sabahut do ta fal me xhamat. Illa përveç në rrethana të caktuara. Ama ky standardi dhe Allahu lartësuar gjykon dhe shpërblen në bazë të standardit jo të përjashtimeve. Unë e di shumë mirë, për shembull, po marr çeço. E gjej në namazin e sabahut në xhami, e gjej në namazin e yacis në xhami, përveç në rrethana të caktuara nuk është. E qartë apo jo? Atë kanë ndërtuar një standard. Atë ky njeri, edhe nëse mjaftohet me namazin e vitrit, që është i rëndësishëm. Dhe me namazin e vitrit, edhe nëse mjaftohet me 1 rekat, por hajde po themi me 3 rekate, tek Allahu i lartësuar është sikur falen gjithë natën, edhe pse është duke fjetur gjuhë. Pse? Kaq peshë të madhe ka falja namazit e yacis me xhamat dhe falja namazit e sabahut me xhamat. Përveç faktit tjetër, dhe shtojmë dhe këta, që profeti alayhis salam, Allahu lartësuar në surën Isra thotë: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غاسق الليل وقرآن الفجر. Falë namazin, s'ka në ditës së natës, pra gjitha namazet, falë të Allahu lartësuar dhe në veçanti në namazin e sabahut. Inna salat al-fajr kana mashhuda. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غاسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Dhe kujdes namazin e sabahut, sepse namazi i sabahut është meshhuda, çdo të meshhuda dëshmuat prej melekëve. Pra zbresin prej melekëve për të dëshmuar, për të regjistruar në namazin e sabahut çfarë nuk zbresin në namazet
që nuk zbresin namazet e tjera. E falë namazin e sabahut, bën dhe pak durim, derisa të bësh dhikrin, sepse vjen përgëzimi tjetër që profeti alayhis salam thot, kush e fal namazin e sabahut dhe pastaj aty në vendin e tij përkujton Zotin, me lajket vazhdojnë dhe luten për të duke thënë, o Allah më shiroje, o Allah fale, derisa i të vazhdojnë me dhikrin dhe derisa i të vazhdojnë me përkujtimin e Zotit të lartësuar. Pastaj, nëse dikush ka më shumë durim dhe ka më shumë mundësi dhe ambicie dhe qëndron deri sa të lindi dielli, 15 minuta pas lindjes së diellit që hyr koha e namazit të duhas, paradites, dhe gjatë kësaj kohe ka përkujtuar Zotin e lartësuar dhe ka qenë në xhami, vjen përgëzimi tjetër madhështor, profeti alayhis salam çfarë thot? Kush e fal namazin e sabahut, pastaj përkujton Allahun e lartësuar derisa lind dielli, pastaj i fal 2 rekate namazit duhas, i shkruhet për Allahun e lartësuar dhe shpërblet kur ka kryer një haxh dhe një umre dhe ka përmendur 3 herë, ka përforcuar të plot. Pra, mund të thoshte, të mjaftojë profeti alayhis salam me përgëzimi ka një haxh dhe një umre, mjafton. Jo, e ka përsëritur dhe e ka theksuar 3 herë. Të plot. E shumë përgëzime të tjera, që lusim Allahun e lartësuar që Zoti i gjithësisë mos na privoj nga asnjë prej këtyre përgëzimeve. Paçi me risk dhe nasib që të gjitha këto përgëzime, dhe unë them që për dikë mund të jetë më lehtë se sa për dikë tjetër. Për shkak të distancës, për shkak të angazhimeve, për shkak të shumë rrethanave, nuk gjykojmë askënd. Mirë, u them me bindje dhe me shumë sinqeritet se cili prej nesh do ta konsiderojë namazin e sabahut projektin e jetës, dhe se cili prej nesh ka çfarë mund të rregullojë dhe të shtojë. Dhe u them me bindje që namazi i sabahut është prej momenteve dhe është prej terreneve ku robi të kërkojë që të bëjë xhihad me veten e tij, të bëjë betejë me veten e tij në mënyrën më të mobilizuar të mundshme. Të mundshme, dhe mos harroni, është projekt që lutim Allahun e lartësuar ta nxjerrë që të gjithë, faqe bardhë dhe të suksesshëm.